Edhe një fëmijë përsa lindur mund ketë probleme me dëgjimin. Një numër i konsiderueshëm i vizitave mujore në pavionin e ORL-s në Spitalin e Elbasanit përbëhet nga mosha pediatrike. Mjekja e ORL-s Brunilda Urupi u bën thirrje prindërve të tregon vigjilencë ndaj fëmijëve të tyre, pasi sa më herët të zbulon problemet e dëgjimit, aq më shpejt është edhe trajtimi. Problemet e dëgjimit në moshat pediatrike zën një vend të rëndësishëm të vizitave ORL. Kjo pjesë e shoqërisë është e rëndësishme, sidomos në zbulimin e hershëm të problemeve të dëgjimit. Matja e dëgjimit realizohet që në maternitet disa ditë mbas lindjes. Dhe në problemet e tjera në vazhdimsi rekomandohet një ndjekje rigoroze pranë mjekut ORL. Problemet e dëgjimit tek moshat pediatrike mund të fillojnë që nga një lindje problematike. Mendohet që një lindje nën peshën 2 kg mund të shoqërohet me probleme të ndryshme në zhvillimin e dëgjimit. Gjithashtu dhe fëmijët që kanë një lindje të vështirë dhe ndiqen me një ventilim të asistuar ose një ventilim frymarrje artificiale mbi 10 ditë mund të supozohet që të kenë probleme të mëtejshme të dëgjimit. Një pjesë tjetër janë infeksionet të përsëritura të veshit ose të pamjekuara mirë, sepse për shkak të problemeve të anatomisë, fëmijët bëjnë një bllokim dhe infeksione të veshit më të shumta se sa moshat e tjera për shkak të anatomisë të tubit të eustakut. Gjithashtu janë edhe një pjesë e sëmundjeve infektive, siç janë rubeola, fruthi, citomegalovirusi dhe patologji të tjera. E rëndësishme është që problemet e dëgjimit tek fëmijët, të cilat mund të jenë që nga shurdhësia e plotë ose problemet e rënda të dëgjimit, dhe këto janë më të lehta për të kapur nga prindërit, ndërsa problemet e tjera që variojnë në të lehta ose në mesatare është më vështirë që të kapen nga prindërit. Për këtë nevojitet gjithmonë konsulta me mjekun otojatër. Dhe së fundmi neve realizojmë dhe timpanometrin, që na ndihmon shumë për të parë një pjesë të patologjive të veshit që realizohen në fëmijët që nuk bashkëpunojnë, që nuk flasin, sepse është edhe audiometria me tone të pastra, është edhe audiometria e përforcuar me metoda vizuale. Ndërsa pjesë të tjera të ekzaminimeve që bëhen është ABR-ja në fëmijët që nuk bashkëpunojnë, që nuk flasin, dhe otoakustik emissions. Neve rekomandojmë që sa të vërehet një problem i dëgjimit, sado dhe i vogël, prindi të jetë i kujdesshëm dhe të paraqitet sa më shpejt tek mjeku ORL. Përpos problemeve të lindura, dëgjimit e fëmijët mund të dëmtohet edhe nga faktor të jashtëm, të cilët mund të evidentohen vetëm përmes një ekzaminimi profesional.